6 ditë pas zgjedhjeve parlamentare, rezultatet kanë nxjerrë në pa një tablo të re politike me surpriza në listën e fituesve dhe humbësve. Shqiptarët votuan për përfaqësuesit e rinj në kuvend ku shumë figura të njohura politike nuk arritën të sigurojnë një mandat. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Blendi Gonxha, ka rezultuar kandidati më i votuar në rang vendi nga listat e hapura, duke marrë mbi 21.000 vota. Pas tij renditet deputeti socialist Erion Braçe me më shumë se 20.000 vota. Nga radhët e Partisë Demokratike, më e votuara është Jorida Tabaku me mbi 18.000 vota, duke u shpallur edhe gruaja më e votuar në rang kombëtar nga lista e votës preferenciale. Ndërkohë zgjedhjet kanë sjellë një goditje për disa figura të njohura të politikës. Në listën e Partisë Socialiste nuk arritën të sigurojnë mandate emra si Pandeli Majko, Mimi Kodeli, Arben Pullumbi, Klotilda Bushka, Ermonela Felaj, Plaren Ndreca, Toni Gogu, Etilda Gjonaj, Etien Xhafaj, Xhemal Qefalia dhe Olta Xhaçka. Edhe në kampin demokrat, disa figura të njohura nuk do të jenë pjesë e legjislaturës së re. Jashtë parlamentit beten Dhurata Çupi, Aslan Dogjani, Myslym Murizi dhe Kreshnik Çollaku. Po ashtu, nuk siguruan mandate as dy drejtuesit e partive opozitare, Ilir Meta PL dhe Shpëtim Idrizi PDU. Ndërkohë, surprizë pozitive ishte performanca e disa kandidatëve të rinj të Partisë Socialiste, Arkend Balla në Durrës dhe Sara Mila në Elbasan, u renditën ndër më të votuarit me mbi 18.000 vota secili, duke përforcuar prurjet e reja në radhët socialiste. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.